Njerëzit të cilët do të hidhen përmbys në xhehenem. Pasi e kreu punën të cilën e kishte porositur babai, djaloshi u kthye në shtëpi dhe i tha babait të tij: O baba, unë ja thash drejtorit të organizatës humanitare paratë që i ke dërguar, dhe kur ai më pyeti për emrin e bamirësit, unë ja përmenda emrin tënd. O biri im, a nuk të paralajmërova ty që mos ta bësh këtë? A nuk të thash dorëzoj paratë dhe shkruaje në zarf vetëm bamirës, pastaj ktheu në shtëpi pas një shpjegim se kush i dërgoi paratë? O baba, unë doja që emri yt të jetë në listën e bamirësve, në mënyrë që njerëzit të ndjekin për mirë. O birim, unë nuk dua të bëj vepra të mira që të më shohin ose të dëgjojnë njerëzit, sepse atëherë ajo është ria. Të bësh vepra për hir të njerëzve dhe lavdërimeve të tyre, dhe jo për hir të Allahut. Dhe dije se riaja i shkatron veprat e mira dhe shkatron shpërblimin e ajret. O baba i dashur, kush thot se ti ke ndar nga pasuria që të ka dhënë Allahu në mënyrë që të shohë njerëzit? Unë vetëm kisha në mendje që të dihet për bamirësinë tënde në mënyrë që të bëhesh shembull për njerëzit e tjerë në bamirësi, dhe që njerëzit të përmendin për të mirë. Jam lodhur nga komentet e tua. Kjo që ke bërë është ria e pastër. Ti më tradhtove dhe unë lut Allahun që të na fal, sepse nuk e dëshirova atë që ti e bëre. Allahu i lartësuar pranon veprat e mira vetëm nëse bëhen sinqerisht në emrin e tij. A nuk e ke dëgjuar tregimin për dietarin, dëshmonin dhe pasanikun, të cilët u hodhën përmbys në xhehenem për shkak se u mburrën me veprat e tyre të mira? Jo, nuk kam dëgjuar o baba. Do të doja të ma tregosh atë tregim, që të mund të marr mësim. Nga Ebu Hurajra radiallahu anhu për cilët se ka thënë: e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë se Allahu i madhëruar dhe i lartësuar ka thënë: njeriu i parë që do të hidhet në zjarr do të jetë shahidi, ai i cili është vrarë në betejë. Njëri nga sahabët i habitur e pyeti: si do të hidhet shahidi në zjarr? A nuk në ke thënë se çfarë shpërblimi do të ketë shahidi në ditën e gjykimit? Muhamedi alayhis salam u përgjigj: shahidi për të cilin po ju flas, për fat të keq, do të hidhet në zjarr. Melekët do ta sjedhin atë para Allahut të lartësuar, i cili do t'ja paraqesë begatit që ja ka dhënë, jetën, shëndetin, arsyen, nafakën, dhe ai do t'i konfirmojë këto begati. Pastaj Allahu do ta pyes: dhe çfarë ke bërë me këto begati? Ai do të përgjigjet: o Zoti im, unë kam luftuar në rrugën tënde dhe kam marrë pjesë në shumë betejë duke dashur që fjala e së vërtetës të fitoj, dhe në fund unë u vrava duke luftuar dhe mbrojtur fen tënde. Allahu do t'i thotë: po gënjen, ti luftove vetëm që njerëzit të thoshin sa trim që je, dhe ata thanë: ti tek unë nuk e shpërblim tjetër përveç zjarrit, sepse unë i pranoj vetëm veprat që bëhen sinqerisht në emrin tim. Çojeni në xhehenem. Pas kësaj, melekët do ta hedhin përmbys në zjarr. Pastaj pejgamberi alayhis salam vazhdoi: i ngjashëm me të është edhe njeriu që e mësoi dhe studioi Kur'an dhe u mësoi dhe njerëzve të tjerë. Ai u bë famshëm dhe i njohur në mesin e njerëzve dhe ata admiroheshin me zërin e tij të bukur dhe nuk e kursenin pasurinë e tyre për ta shpërblyer atë. Për shkak të kësaj, ai u bë kryelartë dhe nuk i interesonte fitimi i shpërblimit për ajret me leximin dhe mësimin e tij, por dëshironte të fitonte sa më shumë pasuri të kësaj bote dhe kështu të fitonte famë dhe popularitet. Melekët do ta sjedhin atë para Allahut dhe ai do ta njoftojë atë me begatit që ja ka dhuruar dhe do ta pyesë se çfarë ka bërë me to. Dietari do të përgjigjet: o Zoti im, unë kam studiuar shkencë, kam lexuar Kur'an dhe i kam mësuar njerëzit e tjerë duke dëshiruar vetëm kënaqësinë tënde. Atëherë Allahu do t'i thotë: po gënjen, ti vetëm ke mësuar që njerëzit të thonë se ti je dietar, ke lexuar Kur'an që të thonë se sa lexues i mirë që je, dhe njerëzit e kanë thënë atë që ke dashur. Ti e ke marrë shpërblimin tënd, tek unë nuk ke asgjë përveç zjarrit. Pas kësaj melekët do ta marrin dhe do ta hedhin përmbys në zjarrin e xhehenemit. I ngjashëm me këta të dy, është edhe një njeri i cili kishte pasuri të mëdha, dhe atë u andau të varfërve dhe u bë i njohur për bujarinë e tij. Ai ishte impresionuar nga ky atribut dhe filloi të ndajë edhe më shumë dhe shfrytëzoi çdo mundësi për t'u përmendur dhe numëruar njerëzve se sa pasuri ka dhënë. Edhe atë melekët do ta sjedhin para Allahut plotfuqishëm dhe do t'i paraqiten begatit që Allahu ja ka dhuruar. Pas kësaj Allahu do ta pyes atë se çka ka bërë me këto begati dhe ai do t'i përgjigjet: o Zoti im, unë nuk kam lëshuar asnjë mundësi që më është dhënë për t'u shpërndar pasuri personave në nevojë,
Dhe krejt këtë e kam bërë vetëm për kënaqësinë tënde. Allahu do t'i thotë: po gënjen, ti e ke ndarë pasurinë vetëm për t'i bërë njerëzit që të thonë se ti je fisnik dhe bujar, dhe ata kanë thënë: ti tek unë nuk ke shpërblim tjetër përveç zjarrit. Merreni dhe hidheni në xhehenem. Pasi e tregoi këtë hadith, babai e pa djalin e tij dhe e pyeti: a e mësove tani se çfarë duhet të jetë një vepër që ta pranojë Allahu? Vështrimi i menduar i djalit dhe heshtja e tij ishin përgjigje më mirë për pyetjen e bërë.